ju garantoj se herën tjetër do t'jenë 13. Pse do t'jenë 13? Sa po të marrin vesh të vërtetën Balluku. E vërteta e dosjes Balluku dhe Akshi janë bërë, si thush, dokumentat pa kundërshtueshme të korrupsionit në Shqipëri dhe të bllokimit të luftës korrupsionit nga Edi Rama. Por problemet tjera të mëdha përveç këtyre janë të panumërta dhe ajo që po ndodh, po të më pyesni mua, një lloj si që hapet pike e vajt, po kthjellohen, po përhapen dhe opinionet e sakta për qeverinë e Tiranës. Edi Rama këto ditë, duke mashtruar shqiptarë dhe duke mos u treguar të vërtetën, thot në për takimet e tij me socialiste se janë ata të paudhët, të cilët përpiqen të pengojnë këtë proces. Edhe njerë duhet të them para shqiptarëve. Qëndrimi ynë është shumë transparent. Ne jemi për procesin e integrimit, por deklarojmë se Shqipëria nuk plotëson absolutisht asnjë kriter përveç kriterit gjeostrategjik. Herët e kaluara, kur kandidatët janë caktuar 2 muaj para, nuk kanë prodhuar rezultate të mira për opozitën në tërësi. Opozita ka filluar punën dhe së shpejti përfundon procesin e analizës dhe zgjedhjeve brenda partisë, ndërkohë po mendohet, po punohet edhe për zgjedhjet lokale. Pra, nuk do jenë 2 muaj përpara, ju siguroj, do t'jenë shumë më herët se sa zgjedhjet e fundit dhe ne do bëjmë gjithçka për kandidaturat më të mira. E për diskutuar pikërisht për zhvillimet në Partinë Demokratike, partinë më të madhe opozitare në vend, por edhe për zgjedhjet vendore që duket që i kemi afër në kushtet kur socialistët dhe mazhoranca në tërësi kanë dalë tashmë në takimet e përditshme me qytetarën, ndërsa ashtu siç dëgjuam nga lideri i demokratëve Berisha, Florian Bina nuk do të jetë kandidatura për zgjedhjet e ardhshme të paktën e opozitës, kandidatura që duket sikur gëzoi mbështetjen e të gjithë partive opozitare. Diskutojmë me Ilir Ali Mehmetin, ish kandidati i Partisë Demokratike. Mirë se erdhe Ilir. Mirë, faleminderit për ftesën. Doktor Fitim Zekthi, pedagog. Kënaqësi doktor që të kam në terminal. Avokat Edmond Petraj, faleminderit Edmond që je sërish. Faleminderit. Dhe Arseida Gjuli, pedagoge. Mirë se erdhe Arseida. Faleminderit për ftesën. Ilir, nisim nga ajo që duket sikur ka qenë lajmi i ditës, Florian Binaj nuk do të jetë kandidatura e demokratëve të paktën në zgjedhjet e ardhshme vendore. Keni filluar të mendoni për ndonjë kandidaturë të mundshme që të dakorcojë të gjitha partitë? E dëgjova gjithandej këtë. Në fakt, pyetja përgjigja ishte më e sakta ishte nuk do shkojmë me kandidat pavarur. Pra është qasje e partisë politike se si do i qaset zgjedhjeve të pushtetit vendor. Pra këtu nuk u fol për emrat përveçëm. Sepse rrugës mund të jetë zoti Binaj që dha një kontribut një moment vështirë të padiskutueshëm për PD-n. Pra, në që do jetë brenda Partisë Demokratike. Eksakt. Pra, qëndrimi është që Partia Demokratike do dalë me kandidat Partisë Demokratike. Apo të një koalicioni, se mund të jetë dhe koalicion, e me radhë, pra do pritet përpara se si do marrin vendimet përkatëse, struktura drejtuese, po bën sens që në zgjedhje pushtetit vendor dhe të qendror, partitë dalin me kandidatët e vetë, diskutohet. Po kjo s'do të thotë që automatikisht nuk është zoti Binaj. Se në një vit gjithkush mund të marrë nesër pjesë një partie. Po, një logjik me atë që po ndodh në politikën tani, një kandidaturë që do bashkonte opozitën do ishte Po ju anis nga personi im, se nuk kam qef flas për tjerë kur është më lehtë t'ja për shembull konkret, flas në mënyrë korrekte. Në prill 22 ishte hyra unë Partinë Demokratike zyrtarisht, pra po flasim si pjesë strukture dhe direkt në as 6 muaj më pas isha në primarit e Partisë Demokratike. Kështu që një vit është një vit i gjatë. Pra shumë element, shumë njerëz me kontribute, burra e gra, munden që të bëhen pjesë e Partisë Demokratike dhe të kandidojnë
për kryetar bashkie nëse cilën prej bashkit për kace. Kandidoni? Kështu që qëndrim nuk duhet ta shohim këtë që u diskutu sot automatikisht si gjetje rezultati, por si qëndrim partjak që ne nuk kandidojmë me kandidat pavarur, por me kandidat Partisë Demokratike apo të një koalicioni eventual që mund të krijohet. A do ta merrni ju guximin të ishit kandidati i Demokratëve? Forumet drejtuese do të caktojnë një herë rreth parë. Dëshira jote. Forumet drejtuese. Nga Partia Socialiste Erion Braçe shpalli dëshirën. Po duket si i pavarur ai. Po ju. Ndjes, i pavarur flasim ndryshe. Kur flasim si forcë politike, ka një herë forumet drejtuese për kace që morët për shembull një orientim sot që nuk do ketë kandidat pavarur Partia Demokratike. Më pas do flitet edhe për mënyrën e përzgjedhjes, sepse ne për shembull do kishe dëshirë ta drejtoje? Ta përfundoj. Po unë kam shprehur dëshirën time në 22-shën. Në qartë në shprehjen e dëshirën, nuk ka pse të kthehemi mbrapsht shumë. Nuk e ndryshuar. Por forumet drejtuese për kace zgjedhin qasje në shkallë kombëtare, si edhe metodën e përzgjedhjes të kandidatëve. Se jo detyrimisht është prapë primare. Dakor? Pra ne patëm primare një herë, po detyrimisht janë prapë. Ju e dini që ka dhe një grup pune që po punon sot për meripa statutin. Ne nuk e dim se çfarë do shohin ato të cilat pika. Do ta zbulojmë shumë shpejt se me 6 qershor është mbledhja e kuvendit kombëtar, ku edhe këto ndryshime statuti besoj do paraqiten aty për miratim ose për hedhje poshtë. Prandaj jemi shumë herët, por pa diskutim janë fillimisht forumet drejtuese të parat që ngrejnë qasjen, strategjinë dhe mënyrën e përzgjedhjes. Edmond, ka nevojë le të themi demokratët të dalin me një figurë të dakorcuar siç ishte Binaj në rastin për të maksimizuar le të themi votat në terren edhe mbështetjen. Partia Demokratike, të paktën sa kuptoj unë, edhe atëherë dinte që nuk do të bëheshin zgjedhje dhe zgjodhi si figurë. Pra ka qenë një taktik thjesht e opozitës, por që sot jam mëse i bindur me atë që tha dhe Berisha, që nuk do të ketë kandidat pavarur apo të një forcë tjetër politike. Iliri e preku pak, por për mendimin tim nuk do të ketë. E para njëri që nuk do të largojë nga partia e vet pjesën e kandidatit për Bashkinë e Tiranës. Do duhet shumë punë për të gjetur një kandidat, do duhet jashmase punë. Tirana nuk është thjesht hajde të vete kryetare dhe të vazhdoj. Tirana është shumë e vështirë. Tirana ka shumë probleme dhe nuk mund të drejtohet si e shikoj unë politikisht, nuk drejtohet dot politikisht, pa një person i cili mund të ketë një formim të përgjithshëm, menaxhues, se shikojmë edhe Braçe. Nëse nuk je menaxhues për Tiranën, është tepër e vështirë për ta bërë. Prandaj ne ecim se ne i zgjedhim liderët politikisht dhe këta liderë politikisht nuk kanë atë formimin e duhur të menaxhimit. Menaxhimi i Tiranës është shumë problematik. Ka shumë probleme dhe ne vazhdojmë akoma, ja do vi ujë si vjetë, ja do vi ujë me fjalë vitin tjetër, ky kanali do bëhet, kjo rruga do mbush e tjera. Problemi ka sa do duash. Problemi është që me të vërtet që neve jemi akoma pa standarde, po të shikosh rrugët që bëhen një herë pas 2 vjetësh, do shikosh që hapen kanale, e tjera. Pra, unë shikoj që neve do të ndjekim hapasabi këtë element, por që të përzgjedhë një kandidaturë të fortë sot Partia Demokratike nga... E ka një të tillë? Për momentin nuk e di, duhen parë platforma, duhen parë debate, duhen... Pa hyrë, do me thënë, me atë sa ti e ke ndjekur politikën dhe Partinë Demokratike, do me që të dalë me kandidat të tim. Nuk po flasim për Ilirin. Jo, kandidat të ti si Partia Demokratike. Absolute përsa i përket të masivizimit të votës. Problemi është që edhe vetë Iliri, a e ndjen vetën që të qeverisi Tiranën apo jo. Tirana është shumë e vështirë. Por që të qeverisi Iliri do teknicien, do specialista për për kryetarën e ardhshëm të bashkisë, jo për Ilirin, se ngatrojmë audiencën, thjesht për sqarim për audiencën. Jo, fare. Unë për vetë do të dëshiroja. Jemi të qartë mesazhin që po japim. Një sekond. Edhe një herë, dëgjoj. Unë do të isha shumë i kënaqur të shikoja një kandidaturë potente nga era fundit. Do të shikoja shumë një kandidaturë shumë potente dhe shumë popullore për Tiranën. Të paktën edhe unë të shikoj pozitivisht. Problemi është që stafi i cili duhet të bësh ti, duhet të bësh paktin brenda partisë tënde, që ti do të marrësh në struktura drejtuese teknicien. Dhe kjo është ajo. Pa do të lënë apo jo, pastaj është tjetër gjë. Okej, fitim. Në Shqipëri zgjedhjet lokale kanë qenë të mërësisht politizuara që nga vitet 90.
Ndryshe nga që ndodhë në vendet tjera, ku nuk janë kaq polizuar, pra nuk kanë e garë gjigante. Dhe nuk duhet në fakt. Nuk duhet, por ne e kemi. Shumë e drejt, ajo që thonë ju, që nuk duhet të jenë zgjedhjet administrative që janë afër qytetarit, kanë për Bashkinë e Madridit, për Bashkinë e Londrës, për Bashkinë e Berlinit, për Bashkinë e Vienës, nuk ka kështu lloj lufte politike totale që kemi ne. Se janë struktura përgatitur. Por ne e kemi këtë luftë totale, sepse ne kemi parë pushtetin vendor komplet politikisht. Edhe këtu nuk ka fare pavarësi pushtetit vendor, ka autonomia lokale nuk ekziston. Ne këtu kuptojmë, ajo që bëri Partia Demokratike para disa muajsh, që paraqiti kandidat të pavarur. Ishte në gjykimin tim një budallëk i Partisë Demokratike, por ishte edhe një hile e Partisë Demokratike sepse bëri nga pafuqia vetë për të nxjerrë kandidat fort politik. E ditë që do humbte keq ato zgjedhje dhe tha, po bëj sikur s'kam kandidat, po kam ta dhe kam ata dhe ishte një lojë. Tani ka shkuar aty ku duhet, pra nuk do ketë kandidat pavarur, kjo është një gjë e mirë në mënyrë kontekstit shqiptar. Por Partia Demokratike duhet të ketë kandidat politik të fortë, me kapacitet si shta me drejt avokati që ta sepse ka një gjë Aurora. Ti nuk mund të jesh thjesht kandidat në politikë për të bërë një fushë politike. Ti duhet mendosh se kur do të fitosh. Pra duhet mendosh këta e drejtojnë ta bashkinë. Pra Durrësin, Elbasanin, Shkodrën, Tiranën. Pra kjo do të jetë, si më thonë, çfarë është mirë për partinë? Është mirë vetëm ajo që është mirë për Shqipërinë. Nuk mund të jetë mirë për partinë, diçka në vetvete thjesht për partinë. Në këtë kontekst Partia Demokratike e shoh shumë larg, shumë desfazuar, shumë larg sa që do vendi, sa që do Shqipëria, sepse Partia Demokratike është një ngërsh të plot, është e pareformuar, është refraktare, është efemere, vazhdon hija e pamundësisë për të shkullur nga gjuha e vjetër, nga struktura e vjetër, nga stili i vjetër, nga komunikimi i vjetër, nga narracioni i vjetër, çfarë doni ju, domethënë. Kështu që në këtë kuptim diskutimi i pavarur i varur është një gjë kot. Është një budallik sepse Partia Demokratike ka nevoja shumë herë më të mëdha se sa kjo. Opozita shqiptare duhet të përfaqësojë ndryshimin. Ka vetëm një fjalë, ka kaq. Je shqiptare, çdo opozitë në botë. Por zgjedhjet vendore janë gara ose testi i parë me elektorat. Po ama që të hyjë në gara të zgjedhjet vendore me kandidat politik duhet i Partia Demokratike në tërën e vet të përfaqësojë ndryshimin. Ka kohë ta bëj këtë gjë në një vit që ka mbet? Ko ka gjithmonë, nuk i vonë jemi, koha ikën për ditë, por ka kohë gjithmonë. Ka kohë gjithmonë. E po them gjë, se tash nuk duhet të bëjmë nga ato cicmicët e studio, po i lidhëm lejoj se da i di vlerësimin tim për të. Gjatë këtyre viteve nga Partia Demokratike ka shumë pak gjëra të mira. Një nga gjërat e pakat mira është doktori. Doktori nuk e ka peshën e vet, nuk e ka zërin e vet, e shtyn, e spostojnë, e godasin. Edhe ngjerët i zë, i zbet, minorancë, pakicë. Është pjesa intelektualëve që në atë vend nuk kanë zë, dhe kjo është pjesa se intelektualët te partitë politike nuk e gjejnë dot vendin. E drejta po ka sepse ata çojnë parad, flasin me zë të lartë, nuk njohin rregullat e komunikimit. Tjetra, Partia Demokratike ka nevojë të jetë siç pretendon. E djathtë. Pretendon që është e djathtë. Ti e djathtë. Ti e djathtë do thotë që ka maturi, që nuk ka një gjuhë që sulmon e shan njerëz, që nuk ka një gjuhë përjashtuese, që si më thonë, nështrohet vlerave të dinjitetit njerëzor, të respektit për tjetrin, të lirisë për pronën, të lirisë për individin, të lirisë për lirit politike, të lirisë për lirit fetare. Pra, nuk i ka këto gjëra. Pra këtu, shiko, duken fjalë kodi, por nuk janë fjalë kodi, janë fjalë këtu nis, Aurora. Pra ne jemi në këtë gjendje kaq keq. Arsida, a ka një kandidaturë të mundshme nga ju dhe çfarë tiparesh duhet ketë? Që të jetë realisht një garë në cilën ta vendosin nën presion Partinë Socialiste që e ka mbajtur letë. Ndryshe nga zoti Zekthi, unë mendoj se zoti Binaj mund të ishte një kandidaturë e cila do të kishte shanse për t'ju afruar një fitorie të mundshme. Dhe sepse ishte një kandidatur e pavarur, ishte vëmendjen nga humbja e 11 majit për Partinë Demokratike, bashkonte të gjithë partitë politike opozitare dhe si kandidat i pavarur i dashur tek publiku për figurën që përfaqësonte, do t'i jepte një shans opozitës, e cila me një kandidat politik nuk ka asnjë shans për të fituar zgjedhjet për Tiranën, dhe këtu heqja dorë nga një kandidat i pavarur siç ishte zoti Binaj është një taktik që çon drejt humbjes automatike papritur një vit për zgjedhjet për Tiranën. Në optikën time. Dhe zgjedhja pastaj e një kandidati politik, avantazhin e parë dhe shumë substanciale ka tek fakti që zoti Berisha, duke mos dashur për t'ia lënë partinë dhe për të hapur krahun për asnjë të ri, dhe me gjithë luftën që përbën, qoftë për ata individ që kanë ambicie dhe për fraksionet që duan në farë mënyrë të lindin brenda PD-s, jo në kuptimin negativ të fjalës si fraksione, por si njerëz me ambicie që kanë ambicie politike se në fund ditës prandaj janë brenda asaj partie.
Këtu është substanciale fakti që zoti Berisha nuk do të lejojë një kandidat i cili do të jetë fitues për faktin që nuk do në askënd që të fuqizohet në termat e asaj që pastaj të shikohet si kryetar e partie, sepse ai që këtë po them që fakti që heq dorë nga kandidati i pavarur dhe zgjedhja një kandidati politik sado i fortë qoftë ai, do të jetë një nga ata që zoti Berisha i ka dhënë bekimin dhe do t'i japi bekimin dhe nuk do të jetë automatikisht një kandidat i cili ka shanse për të fituar. Dali vetë zoti Berisha për Tiranën. Po, ose të lejojë Salianin të kandidojë për Tiranën. Do më thë, këto janë dy shanset dhe Saliani ka më shumë shanset të fitoj Tiranën se sa Berisha. Ilir, po bëni gati për zgjedhjet vendore, se Partia Socialiste është në terren dhe gjithmonë Partia Demokratike ka qenë si pas përsa i përket letemi garave elektorale në përgatitje në tërsi, në angazhimin, apo jemi më të fokusuar të zgjedhjet e brendshme këto problematikat me të përjashtuarit edhe? Po. Pa tjetër, pa i heqa gjë punës gjithë kujt që bëm për ditëshmëri, ka një proverb kines që thotë, në qoftë se thua diçka në pyll dhe nuk e dëgjoj njeria, e ke thënë me të vërtet apo jo. Gjithashtu janë të kujdesshëm dhe disa njerëz që t'i shfaqin shumë me foto, me video, me reporter nga mbrapa që t'i shohin që po bëhen takim, po bëhen takim. Publiciteti është pjesë e rëndësishme. Ka vetë në një botë që është si përfaqësore globalisht. Ndjes do janë sulçën. Si zysh marketingu që janë. Nuk po i heq asgjë kësaj pjese. Por po ju them, fakti që disa gjëra tjera nuk shirë nuk do të thotë që nuk po ndodhin. Se ka dhe procese tjera që ndodhin, po që janë jashtë fokusit mediatik. Po jam dalë kur në terren jam për ditë, edhe këtu kur të marrim bashkë do vazhdoj. Jo ti personalisht. E të tjerë, tash nuk mund të flas kur dikush nuk dëshiron dhe nuk e bën këtë publike, unë nuk mund të them që po është dhe ky dhe kjo. Po në emër të partisë, nëse ka një mobilizim apo jo, kjo është. Sapo ju a thash ato që mund t'ju them. Është tjetër gjë kjo dhe është tjetër gjë se si funksionojnë partitë tjera. Patjetër, neve këtu kemi një realitet që ti e thret administratën kur dush me të fishkëllyme, se këtë e bën Partia Socialiste, se ka vështirë. I e purë do e bësh dhe do e bëjnë ata prehallet. Se dje risk për punën nesër. Kjo është e vërtet. Duhet ta kuptojmë edhe pse e bën dikush një takim dhe pse e bën dikush tjetër. Pra dhe motivet kur shkon dhe je i pranishëm. Kështu nuk do shohim të dy lloj elemente. Shihim, një vit nga pikpamja e humorit, le të themi, të votës, është shumë larg. Në një vit rrjedhin shumë gjëra. Pafund. Rrjedhin edhe në 3 muaj gjëra pafund. Ju bolt mendoni se ku ishim neve për shkakun 6 muaj përpara, dhe sa gjëra ndodhin këto 6 muaj që sapo kemi kaluar neve. Edhe gjëra që për shumë njerëz janë të habitshme, të çuditshme, të papritshme, pa diskutueshme, është për ca tjerë. Është shumë një vit, por kjo do të thotë që mos të filloj puna dhe ju e i dini fare mirë që tash është një proces që Partia Demokratike po bën ristrukturimin, pra është ke faza e ringritjes strukturave të veta, brenda datës 30 prill zgjedh edhe kryetarët e degëve për gjitha degët e Shqipërisë. Po Tirana ka plot 16, kështu që nuk është proces i vogël edhe për Bashkinë e Tiranës. E më pas fillon zgjedhjet e strukturës drejtuese partisë, që do jenë diku në qershor. Pra, data fillon me 6 qershor, mbaron, besoj diku brenda 10 ditëve 2 javë, mbaron si proces edhe ai. Dhe aty unë mendoj që fillon pastaj puna reale në konceptin drejtum drejt... Se pritet të kenë një surprizë? Jo, sepse ti duhet ta dish ekipin me cilin punon. Ti duhet ta dish ekipin terren me cilin punon. Flas për ekipin terren. Po patjetër se po zgjidhen tash ata. Pra dita ditës neve çdo fundjavë kemi zgjedhje dhe ka pas ndryshime në zona të ndryshme. Dhe patjetër ekipi është i rëndësishëm për të ditë kush është, po flas ekipi politik, ekipi strukturor. Pastaj ekipi teknik që tha avokati pak më vonë, pastaj është çështje tjetër, nuk i nënshtrohet çështjeve të zgjedhjeve, format, statuti me radhë. Ka tjetër i cili do marrë do sipërmarrje. Është komplet gjë tjetër ajo. Ajo është histori e ndarë. Por ky është një proces, si çdo parti politike, nëse këto punë i bën mirë brenda vetes vet, do heci më përpara, nëse nuk i bën mirë, nëse ta përfundoj. Pjesa e përjashtimit. Ata përfundoj apo ty le të flas juve? Jo, më shpërflisim për ristrukturimin. Ta përfundojmë dhe kjo është pjesë e gjës. Nëse doni më bë pyetje. Nëse një parti i bën punë të mira brenda vetes, pra optimizon situatën e vet, do heci hap përpara, nëse nuk i bën më mirë, hec më hap më mbrapa. Këto janë
rregullat njëra sociologjike, nuk është se po themi këtu në një diskutim shumë të madh. Përjashtimet asnjëherë nuk quhen rregulla pozitive. Nuk e di se sa më shkurt të konciz mund të isha në përgjigje. Unë sot kam parë një status, nuk e di e kishte botuar dikush, që disa persona nga Durrësit të cilët ishin përjashtuar nga Partia Demokratike kishin vajtur t'i kërkonin llogari doktorit, që pse na shu. Të paktën kështu kam lexuar, nuk e di se sa e vërtetë është. Ndërkohë që Partia Demokratike nuk e ka luksin fare të përjashtoj edhe më të poshtërin brenda. Sepse duhet kap të tjerë, pushtëri. Sepse dhe ai më i keq i ka disa njerëz nga prapa. Partia Demokratike duhet lejoj diversitetin brenda, duhet lejoj marrëdhënien e komunikimit. Dhe atë që thot Berisha që Partia Demokratike duhet hapur, është krejt e kundër asaj që po ndodh. Asgjë nuk e gjente që disa persona, që nga Ervin Saljani apo persona të tjerë të cilët duhet të lejoheshin për kandidim, pavarësisht se ata dije që nuk fitonin përballë Berishës. Berisha e dim në potencën që ka brenda Partisë Demokratike. Po si e shpjegon qasjen e Berishës në momentin që s'ka frikë dhe pse duhet i përjashton? Shiko, Berisha në vetvete nuk është se është ka logon PD. Logua e Partisë Demokratike me emrin Berisha është e papërfillshme për një personazh siç është Berisha. Berisha është një lider karizmatik, që këto 35 vjet, duam s'duam ne, ka një emër të pasvendësueshëm në këtë realitetin. Po si e shpjegon, nuk në momentin që është ky që është, që ju po thoni, atër logjikisht do ta lejonte garën qoftë edhe për treguar Partia Demokratike shumë demokratike. Problemi është kam përshtypjen që Sali Berisha ja ka lënë këtë detyrë Flamur Nokës, dhe është ai i cili po merret me të gjithë pjesën e edukacionit dhe moralin politik që duhet kenë antarët. Kostot i merr Berisha në fund. Shiko, kostot patjetër që dhe tani që flasim i merr Partia Demokratike dhe Berisha. Dhe i marrin dhe ata persona të cilët nuk flasin dhe nuk debatojnë brenda PD-s. Profesor, logjika e përjashtimeve është nuk e di, nuk ka ku të rrihet, është pa sens, është pa kuptim. Kjo ideja që ti ke punuar për PS-n, ti je PS-n do të përshtojë nga partia, nuk ka vend një parti të djathtë. Po ta shohësh nga Kanadaja deri në Estoni, ti marrësh me radhë partitë nga Kipra deri në deri në Florida, nuk gjen në rast një parti të djathtë të përdorë këtë lloj sjellje. Edhe në qoftë se, unë nuk e di fare, po unë ai sa e njohun, ata janë njerëz që kanë qenë gjithë në PD, këta Burgia, i tjetri me radhë, Boshku, domethënë, po edhe sikur të ketë dyshime që këta kanë votuar në PS-n ose kanë bërë një gjë për PS-n. Këta nuk përjashtohen. Partia i nxjerr vetë me votë. Ti do garoj unë me Burgian, partia më zgjedh mua, nuk zgjedh Burgian. Do garoj doktorin me Burgian, zgjedh doktorin, nuk zgjedh Burgian. Kaq është thjesht kjo punë. Është i budallik me bërë përjashtimi. Ju thoni pse po përjashtohen. Po kjo është kriza e partisë, Aurora. Partia ka një krizë të madhe. Cila është kriza e partisë? Partia është izoluar ndërkombëtarisht e para. Partia ndjehet në një presion të madh se nuk fiton dot zgjedhjet. Partia ndjehet një presion të madh sepse do të ruaj strukturën drejtuese që ka të paprekur. Edhe një burgia aty, një burgia në Shkodër, një burgia në Elbasan, një burgia në Dibër, bën shumë burgia, edhe kjo fillon edhe bën një lloj zinxhiri, edhe ky lloj strukturi i trembët një reaksion në zinxhir. Tani nuk do të bëj shumë teori politike se ne është një çikor ore vonë fundjavë, po është e njohur kështu, historia politike e botës ka shumë teorician politikës, politikës që e kanë. Po, më lejo profesor të them tjetrën, por këta element që përjashtohen, Saljani këtu, Graciu ishin javën e kaluar në fundjavë, 4 gjysej, kanë 2 në Durrës. Balliu është larguar. Pra, këta të gjitha rrezikojnë të bëjnë fraksione dhe ta bëjnë rrjedhje në të madhe. Pyetja ju është shumë e drejtë, po pyetja ju ka kuptim për një parti që kërkon të fitojë zgjedhjet. Një parti që kërkon të fitojë zgjedhjet nuk ja lejon vetes asnjë lloj plesaritje. Përpiqet të bëjë koalicion shumë të madh kombëtar. Pra një parti që kërkon të fitojë zgjedhjet merr një laps në dorë me letra dhe thotë, kush janë kategoritë e votuesve që mund të marrun? Patjetër ka tash punëtorët, studentët, prosekutorët, edhe mundohet të marrë të gjitha dhe përdor narracionin e dur, gjuhën e dur, trajton çështjet e tyre dhe zgjedh njerëz i profesionë ata që të marrin këtë lloj koalicioni me vete. Kur synon të fitojë zgjedhjet. Kurse kur një parti synon të ruaj pushtetin e strukturës që ka atë, ajo nuk synon zgjedhjet. Pra kemi, po themi 3%, edhe po kemi 20%, mjafton struktura ta ruajë të gjë. Thot Karl Schmitt tash po bëj pak teori unë tash, me që po hyn zradin tim tash. S'është dakord, Iliri. Pjesërisht, pastaj do ta marrë profesori. Karl Schmitt thotë që politikja ka të bëjë me gjakimin për pushtet. Nëse ti nuk gjakon për pushtet, atëherë ti je në mizerien e interesave personale. Qartë.
Pra, nuk po them që lideri apo leadershipi është këtu. Tërë partia demokratike ka hyrë në këtë lloj humbelle. Se nuk është asi që një antar Shkodër, një antar atje, dyshohet i kanë bërë të gjose, një kryetar Vlore punon bëhet drejtori hipoteke, sepse të gjithë e kuptojnë që partia në këtë gjendje që është, nuk është një strukturë që gjakon për pushtet. Kjo është fatkeqësia dhe unë e them me dhimbje këtë gjë, me shumë dhimbje. Unë kam qenë gjithë jetën një gjë voto opozitë dhe votoj ende opozitë, edhe sot. Unë edhe sot e them që kjo parti demokratike në këtë gjendje që është, më mirë fitoj kjo sa të kjo që është pushtet. Kjo nuk diskutohet fare. Por ama në këtë gjendje që është, por duhet të jetë gati, është gati pastaj. Nuk fiton dot sepse njerëzit, e di se votojnë njerëzit, thot një politolog, thot njerëzit votojnë duke përgjigjë dy pyetje ditën e zgjedhjeve. Pyetja e parë, a dëshironi Ramën kryeministër? Jo. Pyetja e dytë, a dëshironi të zëvendësohet me? Jo. Pra, edhe PD-ja nuk është alternativë. Sepse ka një gjë, Aurora, nuk do të hyj prapë në këto gjëra, po mekanizmi bazë, edhe doktori merret me statistika, se i di shumë një statistika, dhe është mjeshtri i statistikave. Pyetja bazë që bëhet është a e aprovoni juve dhe në çmas e aprovoni veprimtarinë e X personi në politik. Rama nuk aprovohet nga 65% e shqiptarëve. Pra 65% e shqiptarëve nuk aprovojnë. Por kryetari i opozitës nuk aprovohet nga 85%. Ka do të thotë që opozita nuk është alternativë. Nuk e aprovojnë. Për fat keq, ai mund të jetë, gjykimi i tij është shumë i mirë, por nuk e aprovojnë. Në këto kushte nuk ka zgjedhje. Shikoni, në vitin 2005, po them diçka që unë e di se kam qenë aty mrena. Kur kryu Akopi, erdhën disa ekspertë të njohur strategjistë zgjedhor amerikan. Ka qenë B.G. Endar, Barbara Griffin and Rovers, ish guvernatori i Mississippi. Erdhi edhe pra Haley Barbour quhej, pra quhet B.G. Erdhi edhe një Stewart, me emrin Stewart, harroj, Jim Stewart, që ka qenë fshatahe George Bushit. Dhe ata filluan të bëjnë matje për sa aprovohet sjellja politike e kryetarit të asaj kohe Sali Berisha. Ata kanë një mekanizëm që nëse kjo job approval ti thon ata, është me diferencë negative nga negativja me 2-3 pikë përqindje, ata shqetësohen shumë se nuk i fiton të zgjedhjet. Edhe Berisha doli që aprovoi nga 48% dhe disa aprovoi nga 52%. U shqetësuan shumë, se ky 4% diferencë mund ta nxjerrë zotin Berisha sërish në pozitë. Sot jemi 85 me 15 ose 80 ose edhe 75 me 25. Po edhe 70 me 30. Me këto lloj kushte me 40% diferencë, të gjithë dinë që në këtë gjendje kjo parti nuk është duke kërkuar të fitojë zgjedhjet. Ilir, po më vjen shumë keq të them zgjedhjet? Apo kërkon leadershipi të ruaj status quo? Kjo është për të bos. Inshallah ne bëjmë një gjë gjigante që nuk e ka parë bota, dakor? Inshallah unë do dëshiroj që të fitonin. Mund të kemi edhe ndryshimin e reformën territoriale, do hyjnë apo zojnë zgjedhje një herë thuaj. Priti marrim me radhë. Ilir, po ne do flasim patjetër hap mas hapi, se ne s'kemi sferë kristali këtu për ditë se çfarë do ndodh në të ardhmen. Po në këtë moment që jemi. Pse ju thash pjesërisht? Pra kur po dëgjosh zotin Zekti. Është e vërtetë që patjetër struktura drejtuese e partisë ka atë ndikimin e vet, përveç se brenda partisë edhe jashtë. Kjo s'ka asnjë lloj diskutimi. Do ishte drejt ta kishim thënë të kundërtën. Por është e vërtetë edhe që kur vjen puna për shembull ke pushteti vendor lidh direkt shumë më, se është vetëm një formë demokracie drejt për drejt që na ka mbet. Pra që do të thotë që ti nuk është se zgjedh detyrimisht partisë, zgjedh individin direkt dhe din sigurt që po fitosh ky individ që hyn dhe jo një tjetër. Dakor? Ndryshe nga partitë, ti zgjedh siglën edhe pastaj atë listën aty e kanë vendosur kush e ka vendosur. Po individin e din direkt. Dhe kjo bën një diferencë shumë të madhe, se po të kishte qenë vërtet kështu, i binte që gjitha bashkitë duhet të jetë gjithmonë me 0 PD-ja. Pra nuk duhet të ketë kurrë një bashki që fitohet nga PD-ja, ndërkohë që edhe pse zgjedhjet bëhen ashtu si dukshme jemi. Mirë, pra ta çiti po numrat e minorancës, po në kavaj PD-ja është PD. Dakor? Po ka shpall objektivin, ka thënë në zgjedhjet e tjera do i marrin 100%. Ja, po mirë, pra dakor, se i merr. Do të marrë me do bëjmë këtë punëve. Hajde të lexojmë raportin e OSBE-ut, po për t'i marrë po si fiton. Çfarë do bësh sepse nuk i fiton. I merr, do futet parlament. I merr, nuk i fiton. Do kthejmë biseda ndryshe. Tash unë jam duke të fol ke kjo tema këtu. Flas edhe më edhe për atë, po bëj që kemi fol boll. Se sa tjetë raporti OSBE-ut ai që është, sa tjetë qëndrimi i Këshillit të Evropës ai që është, sa tjetë qëndrimi i Departamentit të Shtetit ai që është, neve mund të bëjmë gjasme këtu nga mëngjesi deri në darkë. Bëjmë me gjasme sikur i zgjedhje, me gjasme sikur me gjasme sikur qeverisë Ram, po ndërkohë që bëjmë neve këto muhabete tu nafta po 224 lekësh kur dalim prej këtu. Nesër do ta diskutojmë. Jo, e paguajmë dhe sot. Tash kur dalim isoj e paguajmë neve. Se trajtohet nesër dhe pas nesër çon si ka. Ne vazhdojmë të paguajmë këtë. Ka preferuar që premtimi dhe paketa opozitës, ndërkohë që neve bëjmë këtë, ndërkohë që ne bëjmë këtë, rinia jona hik neve. Ndërkohë që neve bëjmë këtë, shëndetësia, arsimi, siguria na ka rënë minimumin
që kena pas në i herë. Ka opozita këtu apo ka vetëm Rama? Menaxhuesi ka një institucion, drejtori është ai opozita, që do të drejton. jetë alternativë. Alternativa zgjedhore po, këtu do dilsha unë, po më devijove më qite këtu. Tash unë desha me të folë për këtë pjesën. Pra, pushteti vendor është zgjedhje demokracie drejt për drejt, dhe është element kyç. Pse kërkojnë kaq shpejt njerëzit? Kush është individi? Nëse cilën nga 61 bashkitë, se di sa do jenë mas reformës territoriale, po sot janë 61. E dun sepse ka lidhje individuale direkte me të dhe stafi rreth tij. Dhe ka të bëjë direkt me shërbime. Për shembull, mund gjithmonë në Tiranë kam pas unë mendoj që i është bërë një dëm shumë i madh Tiranës, sepse kush vjen këtu kryetar bashkie e ka mendjen jo të qeverisë Tiranës, të merret administroj Tiranën, po të bëhet kryetar partie dhe kryeministër nesër. Pra një lloj ta shkeli me këmbë këtë qytet dhe këta qytetar për interesat personale të tij dhe këtij grupazhet. Kjo nuk më shkon. Ka nevojë për një administrator. Kemi pas në kryetar bashkish përpara, që merreshin me administrimin e qytetit, nuk e kishin mendje ata me u bë kryeministra. Nisi nga Rama, kjo vazhdoi ke Basha, vazhdoi ke Velia, e ne shohim se sa mirë ka shku kjo histori. Për ne dhe për ata. Kandidati juaj nuk do synoi. Ky është elementi i parë. Kreun e partisë. Unë ju thash, pushteti vendor, unë jam i lodhur nga kjo lloj sjellje që kanë këta. Është lirë lodh, po flas për veten time. Pastaj mendojnë që shumë prej nesh e shohin këtë situatë dhe nuk na pëlqen. Se si ndodh kjo për shkak ku diun Elbasanit apo Vlorës apo Shkodrës, kupton, nuk e kanë këtë hall ato që do bëhen kryeministra. Mund të kenë halle tjera sa dush, por nuk kanë këtë hall këtu. Pra që e bën shumë politike këtë çështjen. Se e bën shumë politike, ai do merret vetëm pjesën politikës madhe. Fund fare ka të merret me çerdhe, me kopshte, me lulishte, me ujëra, me pastrime, me administrim qytet. Heqim këtë pjesë. Pra lidhja demokracia drejt për drejt, kjo do bëj diferencë shumë të madhe, emrat e përvetshëm. Jo thjesht sigla partijake. Dhe këtë zoti Zekthi e di, prandaj thash pjesërisht. E dyta, është dallimi drejt. Kjo është shumë e rëndësishme, se prandaj unë jam mbështetës i demokracisë drejt për drejt. Specifik, sepse është majoritar. Prandaj unë isha edhe mbështetës i listave të hapura, se është demokracia drejt për drejt. Dua këtë person brenda kësaj force politike, patjetër, po këtë person këtu brenda. Tani këto përjashtime. Tash kujdes. E dyta, zgjedhjet e mëdha, se dhe këtu jam pjesërisht dakord. Edhe zgjedhjet e mëdha kanë ndikimin e vet struktura patjetër, struktura drejtuese, sepse supozohet që struktura drejtuese do shkojnë qeverisje. Dakord, pra qeveria nhije struktura drejtuese. Por ne kemi dhe realitete kur janë bërë zgjedhjet në këtë parti, flas për Partinë Demokratike, janë zgjedhur struktura drejtuese të caktuara dhe kur erdhi momenti për të bërë rotacionin, introduktoi kopin Doktor Berisha në 2004-2005 apo jo, që ishte komplet gjë tjetër ndaj strukturës drejtuese. Se kjo është vërtet, është historia jona e kësaj partie dhe dha rotacionin dhe qeveria në fakt u formu nga njerëz që ishin komplet jashtë strukturave drejtuese partisë. Këto janë realitetet tona. A do ndodhi, s'do ndodhi? Patjetër këtu do jemi për ta parë për ta diskutuar. Për sa i përket pjesës që ta them dhe i fjalë për kjo, se duket sikur po i bëjmë bisht i temi që është e rëndësishme. Unë qëndroj një mendimi politik që mendoj që gjithkush jam pro pluralizmit, dhe çdo forcë, çdo individ, çdo grupazh, çdo rrym, quheni si doni juve, fraksion, vjen emri si doni, ka drejtën e vet të propozohet, të shkoj ke ata që kanë drejt vote, nëse i merr votat qeveris, nëse nuk i merr votat nuk qeveris, por shkon dhe propozohet. Patjetër duhet ketë disa lloj filtrash, po themi, se nuk mund të shkojnë dot 50 veta kandidat për një pozicion, se elektoratin e sfazon, duhet ketë një numër i reduktum, po këtu ka komisione përkatëse, ka procedura përkatëse, po jo që a priori dikush nuk ka drejtën për me hy. Pra, hyn, aplikon, shfaq kandidaturën e vet, shfaq një vizion, shfaq një mision, nuk fiton, po kjo në fund fare është demokracia. Ajo që do thoja unë për këtë pjesë është fakti që opozita në një farë mënyrë në retorikën e vet shfaqsohet në mënyrë të vazhdueshme për pjesën e raportit ose BE-dirit, faktit që këtu nuk lejohen raporti zyrtar është shfaqsim, raporti zyrtar. Fal, ju e njihni, e pranoni raportin ose BE-dirit apo se pranoni? Do më lësh ta mbaroj apo? Po jo, se tha shfaqsim, raporti ose BE-dirit. Nga dalja e kaluar sot je goxha i centralizuar, je shumë i mbyllur në Po shpjegojeni pak se ndoshta e kuptuat ju, po i censuruar më saktë, do thoja. Je i censuruar. Ma i hapur se po flas. Po për faktin që unë bëra një ndërhyrje, juve s'ju pëlqeu tani. Jo, thatë raporti ose BE-dirit është shfaqsim. Pyetja është, ju e pranoni raportin ose BE-dirit? Po apo jo? Po apo jo? E pranoj apo jo, unë është tjetër gjë. Unë po jap tjetër argument.
Jo, po jam tjetër argument, po them që justifikimi që bëni ju nëpërmjet referimit tek raporti ose BE-ut për të thënë se këtu ka apo jo zgjedhje të lira të ndershme dhe fakti që ju thoni se nuk ka zgjedhje të lira të ndershme, doni të justifikoni humbjet tuaja në zgjedhje. Kur s'ke zgjedhje, nuk ka fitues dhe humbës. Nuk ka thjesht s'ka zgjedhje. Është pyetja ime që del për ju. Kush është mekanizmi që do të zgjidhni ju si parti opozitare, që do të zhbllokoj situatën ku ndodhemi, pra që nuk kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, sepse një parti opozitare është artikuluar, por nuk ka dhënë rezultat, pra. Kjo është çështja. Dhe për aq kohë sa nuk ka dhënë rezultat, dhe vazhdohet e njëjta ju po kërkon, ju ndjes që të kuptoj pyetjen tuaj. Pyetja juaj është çfarë kërkojmë ne, çfarë mekanizmi? Kush është mekanizmi që do të zgjidhni ju për të zhbllokuar situatën ku ndodhemi, sepse një parti opozitare në momentin kur e shikon që është pas zgjidhje, e mora vesh, po ai doni përgjigjen. Po, përgjigja është shumë e qartë dhe është artikuluar shumë qartë publikisht. Kërkesa e opozitës, se nuk është vetëm e Partisë Demokratike, është një qeveri kujdestare, tranzitore, përkohshme, teknike, veja një emrin si ta doni, një qeveri që garanton dy shtylla kyçe. Njëra, që petku i politikanit, qoftë ky ministër apo deputet, mos tjetë pengesë ndaj drejtësisë, dhe dyta, garantimi sa tjetë e mundshme zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kaq. Si do ta rrihet? Kjo është kërkesa jonë. Sepse ka praktikisht 6 muaj, pra ka 6 muaj. Pastaj s'do ta bëj Partia Socialiste, se ka hall se i shko zëvendës kryeministra arrestohet. Ka hall Edi Rama se i shko topi dhe i ngushtohet laku. Ka hall ai ndroi kodin penal mas 13 vitesh sepse është shumë i qartë se çfarë po bëhet me atë kodin penal. Si do ta rrini tek gjendja e jashtëzakonshme? Sepse t'jeni shumë qartë. Sepse t'jeni shumë qartë. Unë kam qenë në këtë tavolinë, kur më thonin Erion Veliaj nuk do ndodhi asgjë sot është brenda im. Molotov dhe me protesta që nuk prodhojnë, kush është mekanizmi? I kam dëgjuar këto zonja Gjyli. Ju s'keni zgjidhje, ne kemi zgjidhje. Dhe neve kemi parë, sepse shif se disi është një punë, disa njerëz i shohin gjërat që do ndodhin më shpejt. Disa njerëz i shohin gjërat më vonë. Disa njerëz do i shohin moment në fund do habite dhe disa njerëz dhe kur ti shohin nuk do i besojnë. Çfarë po shihni ju që po shihni më parë? Ne jemi shumë të qartë, ne kemi qenë këtu, kemi diskutuar. Po çfarë po shihni? Dhe unë ju thoja Sokoje, kapitulli Erion Velia është i mbyllur. Dakor, jemi këtu tani. Dhe u mbyll. Ju thoni që ju po shihni qem këtu për kapitullin Balluku. Jo thash kapitullin mbyllur dhe ky do hiqen, do shkarkohet, do bëhet. Qeveria teknike këtu. Jo, po e ka çuar gjykat kushtetuese. Qeverinë teknike. U mbyll. Do ketë, ore, ky popull do eci përpara. Do eci, nuk mund ngeci ky popull. Me protesta, keni bërë të tilla, keni të tepër. Ma thoni edhe këtë për ma thoni këtë për protestat ndaj Bashkisë Tiranës. Po pra, ma thoni edhe për nga dhjetori deri tani. Po numëroni ju. Për çën kanë qenë 7 kombëtare, se si ke numëruar mirë. Jo, po ke 8 tani. E 8 është me 7 prill. 17 që nga dhjetori ke 9. Qofse veni re, jo, i numërojmë neve. Se për rastis gjithmonë, jo, e di. Protesta kombëtare janë bërë 17 prill është 8. Unë kam emision të shtunën. Shumë mirë. Kështu që tashti do rrim ke këto numrat. Aty do rrim. Do flasim, saksojmë numrin, apo do saksojmë konceptin. Më thonin për protestën e Bashkisë, janë 50 veta, janë 100 veta, s'po del asnjë gjë. Në fund fare Erion Veliaj brenda gjithë stafi vet brenda, drejtorët brenda, shumë qartë. Po pse çfarë prisni juve që duhet bëjë opozita? Pse duhet Rama? Është shumë e qartë opozita në ecurinë e vet. Po, drejtësia e re. Ditë ju për diçka që i takon drejtësia. Po ta kishte bërë drejtësia e re. Ta kishte bërë drejtësia e re, do shifte që incineratori s'ekziston. Drejtësia mund të gabuar vetëm me shumë ka gabuar, shumë ka gabuar. Ja po ta them unë, një sekond. Mos i kapni në këto. Çështja Ballukut, nëse flasim edhe për pjesën e gjithë këtyre 80 vetave, Partia Socialiste ka të drejtë edhe të ndryshojë disa rregulla loje, sepse i ka futur 80 veta, nuk e di, ndoshta mund të jetë më tepër, të administratën në Luxemburg. Ndërkohë që i akuzon për korrupsione për vjedhje të tjera, s'kan nxjerrë 10 darka. Nuk ka dalë korrupsioni 10 darka. Pritani, këtu kemi të bëjmë me të vërtetë me një kualitet hetimore, apo kemi të bëjmë me një betejë për të dobësuar Ramën. Se tani, kjo situatë nuk mund të vazhdojë, nuk firmos dot njeri për blerë një format letra A4. Është turpi zotit. Kjo gjë duhet të apo akuzohet tjetër për shpërdorim detyre. Shpërdorimi i detyrës në përgjithësi në tërë botën, apo po marrim edhe vendet e Bashkimit Evropian, është pjesë administrative. Mund të gabojë njeri edhe
thjesht gabimi njerëzorësh, po ka elemente të cilat ne kemi prekur bashkë, mos gabojmë këtë pjesën e shpërdorimit të tyres. Dhe ajo pjesa tjetër, nëse do fokusohemi përsëri te Partia Demokratike, e cila ecën me element të cilat i ka shkaktuar vetë këtë kaos, qofse flasim edhe për naftën që foli sot Berisha, neve do heqim këtë apo atë, Berisha bashkë me këtë qeverisje 35 vjeçare, është një nga aktorët kryesor bashkë me gjithë politikën shqiptare, që i ka vënë varrin industrisë hidrokarbureve në Shqipëri. Flasëm atë që është, Shqipëria ka naft, nuk përpunon naft. Vetëm për këtë kohë emergjence sot në kohë lufte, ti duhet kishe një rafineri nafte që të bëje karburantin për të mos të ngritur çmimet e ruaje balancën. Ja, kjo është ajo pjesa e parë të cilët ai sot e quan. Mund të vete 5.000 lekë nesër. Kjo është shumë e rëndë, por që të ngelemi te pjesa e marrëdhënies të cilët se u shkëputëm pak në ajo pjesa të paktën se si e mendoj unë, këtu flas si e mendoj unë këtë situatë pjesën e kualitetit. Dhe Partia Demokratike bën gabim që kap si kazus drejtësinë. Për mendimin tim, ajo situatë ngelet te gjykata, kushdo mund të arrestohet, por ngelet gjykatës të vendosi. Këtë gjë duhet ta dish. Edhe PD-ja ka qenë me dy standarde, njërës një sekondë, dhe marrëdhënia tjetër, si e shikojmë, Partia Demokratike ka një përçarje të brendshme të jashtëzakonshme. Si do ndikoj kjo, le të themi, jo vetëm në përballjen në zgjedhjet vendore, por edhe në tërësi në raport me elektoratin, në cili është mesazhi këtu do ta nisja. Këtu do ta nisja. Përçarja e cilën ka sot Partia Demokratike është shumë e madhe brenda. Partia Demokratike nuk e ka të strukturuar terrenin. Partia Socialiste është më e strukturuar në terren, me organizatat, me grupe. Tjetër, kemi një strategji, kemi pjesën tjetër që është fokusuar te lideri. Nuk është fokusuar te pjesa e ekipit, se si do të punoj. Apo pjesa tjetër që vazhdon akoma të ketë figura të vjetra të cilët janë të konsumuar. Ka shumë elemente, edhe vetë njerëzit në këtë moment fillojnë edhe stepen. Nëse nuk shikohet një pjesë e demokracisë brendshme brenda kësaj strukture, unë do të flas si qytetar, nuk po të flas tani as me rolin e avokatit, po të paktën si e shikoj unë. Po nuk prodhoja parti demokracisë të brendshme, nuk prodhon dot për elektoratin. Apo për njerëzit, apo për ata të cilët do aspirojnë. Profesor, pyetja diçka për pjesën e përjashtimeve. Jo, unë do bëja dy elemente. Okej, në rregull. Përjashtimet nuk është çështja vetëm tek fakti që, disa fragmente që gjykohet e arsyeshme që mbasi mund të kenë shërbyer partive të tjera politike dhe sot kanë dalë për shkak Partia Demokratike me një raport që janë disa fragmente të caktuara, individ të caktuar që i kanë shërbyer interesave të partive tjera, qoftë në fushatë apo pas fushate, dhe ne kemi marrë vendimin për t'i përjashtuar. Ajo që ndikon shumë negativisht është tek retorika e Partisë Demokratike që kanë dalë dhe kanë thënë që ne kemi një parti të decentralizuar, të mbështetur të parimit të demokracisë, të konkurencës brendshme dhe ne i lejojmë elementët e ndryshëm, pra mendimi ndryshe. Dhe fakti që ti i përjashton, kalon nga logjika e decentralizimit tek logjika e centralizimit të brendshëm. E ke të fragmentarizuar, përjashtimi e thellon fragmentarizmin e brendshëm. Dhe tjetër çon ujë tek ara e Partisë Socialiste, që do thotë shumë element sot, po i besohen Partisë Socialiste për faktin që pavarësisht se Partia Demokratike ka shumë vite në opozit, por nuk zgjon shpresën që do të fitojë zgjedhjet e ardhshme, apo do të ndërtojë një narrativë e cila është fituese për zgjedhjet e ardhshme. Dhe përjashtimin, ne nuk gjykojmë përjashtimin në vetvete, ne gjykojmë pasojat që sjell përjashtimi dhe mënyra se si individ caktuar targetohen, ndoshta edhe pa fakte, që i kanë shërbyer partive të tjera dhe shihen si armiku i brendshëm dhe kjo dëmton elektoratin e vet. Profesor, në qoftë se Partia Demokratike nuk arrin dot të bëjë zgjedhje të lira, nëse mund të shprehim kështu, duke përjashtuar ata që kanë një mendim ndryshe, si mund të shpresohet që do bëjnë zgjedhje edhe do fitojnë pastaj do qeverisin po në mënyrë të lirë dhe le të themi kaq demokratike, sepse kur ti nuk jep zgjidhje familjes tënde brenda për brenda, si mund pastaj të japësh prova për më jashtë? Padyshim kjo është shqetësim shumë i drejtë dhe është e drejta që thoni ju. Pra nëse ti brenda gardit tënd, brenda shtëpisë tënde nuk ke krijuar dot ambientin e duhur, atmosferën e duhur, pra ti tatosh njerëz me dinjitet, votohet me drejtësi dhe gjithkusht ketë zërin e vet, hapësirën e vet, që të thojë atë që do, dhe
rezultati të jetë i gjithë përmorë nga të gjithë, ti nuk ke si të thu shqiptarë që unë do drejtoj Shqipërinë mirë dhe drejta një këtej. Por, më duhet të them diçka që është pak fatkeqësi edhe pak tamam fatkeqësi dhe më që ne flasim sot për këto probleme problematike. Ndërkohë që do të thënë e vërteta që vendi qeverisit në një mënyrë të llahtarshme. Unë do të bëj një replik vogël me avokatin, me gjithë respektin tim të madh për avokatin. Shqipëria është një vend të mërësisht i korruptuar. Korrupsioni në Shqipëri ka ardhur kohë pas kohe duke u trashur dhe nga s'po kapim, profesor, problemi është që s'po kapim. Dakor, le ta elaboroj pak se mendoj unë. Këtu është krijuar një pamje teorisë politike, krijuar një sistem qeverisës ku politika është shumë e lidhur ngushësisht vendimarrje me krimin organizuar dhe biznesin klientelist. Nuk kuptohet cili prej këtyre tre entitete ka peshë të madhe me vendimarrje politike. Zakonisht thuhet që në përputhje me peshën për dhunë, me potencialin për dhunë, me aksesin të dhuna që ka krimi dhe biznesi klientelist, po në atë peshë ai merr renta dhe privilegjin politik dhe në ekonomi. Edhe kjo ka ndodhur me krimin organizuar, ne kemi parë këtu, ai ka shashi me kavaleta ka ikë nëpër porte, droga, kokaina, ku diun shumë gjëra domethënë. Këtu kemi parë raste kur krimi organizuar ka emëruar njerëz parlamentit shqiptar. Apo jo. Në rastin Shijakut i thot ai si e ka ai Abdyri, ka të emrin Nietzsche, i thotë që është deputet, ai nuk e di që është deputet. Pra domethënë është emëruar drejt për drejt nga krimi organizuar. Rasti Dibrës, pra raste këtu jam në anën e doktorit, ju zgjedhet kanë probleme shumë të mëdha. Por edhe qeveria ka probleme gjigante me krimin organizuar. Tani, që të luftoj SPAU këtë gjë, ishte bëhet fjalë për një strukturë kriminale që nuk ndahet nga politika dhe nga biznesi si klientelist, duhet kohë e madhe, mjete të mëdha për kraje politike, vullnet i madh që të bëhet. Dhe këtu ka ndodhur gjëra të hatashme, shkatru Prona, Bregdeti, Shqipëria. Po them vetëm një shifër të vogël, nuk do të hyj në gjëra. Çfarë jam në fund, kam 4 minuta. Falem, mirë mbylla. Pra, SPAU ka bërë vetëm gjë të mrekullueshme. Ka prekur të paprekshëm. Sigurisht që nuk ka gjetë datë dollare në fundit që kanë vjedhur ata, por ama ka kapur që ka vënë që këta njerëz fshehin pasurinë, këta njerëz devijojnë vendimarrjen, se është devijuar vendimarrja, gjithanë hiqet në vetën e bë. Pra, dhe pse janë bërë këto gjëra? Kan vjedh, s'është ka paraja, do doj kohë. Pra, duhet e njohim këtë lloj merite. Është ideal drejtësia. Po si mjaftonte të fusë. Nuk mjafton. Jam dakord, avokat. Jam dakord, por ama nga viti 91 deri në 2016 hynin në burg ata që vjedhin një gomar. Ne duhet të pranojmë, profesor, që ishim shumë vështirë. Këto janë hetime shumë të vështira. Jam shumë dakord. Pra, ju jeni më ekspertë në këtë punë, nuk diskutoj fare. Ju jeni ekspertë hetime shumë të vështira dhe që të bësh hetime të tilla. Këto do një personalizim një zakonshëm. Jam shumë dakord pra. Dhe këta morën për element, merrnin disa persona që i largonin nga, ku diun se thoshin FBI e tjera, ndërkohë që Shqipëria ka më shumë specialista se ata që vinin që mësonin këta. Absolutisht ka shumë gabime, por ama këtë arritje duhet e njohim që disa që janë paprekshëm, njerëz të krimit organizuar që kanë paguar vrasje $10 milionë, $5 milionë, kanë zgjuar. Janë ato, shiko, unë nuk i besoj që ka vrasje $5 milionë që kanë dhënë 2 milionë do vras. Ato kanë dalë tani avokat. Kiçën e Kaçit, ose njerëz që kanë qenë kryeministra, kryeministra, kryetar bashkie. Atëherë t'ju bëj vetëm pyetje të fundit, se jam në 3 minutat e fundit. Ilir, si e ke parë kandidaturën ose le të themi interesin e shprehur nga Erion Braçe për kandidat për Bashkinë e Tiranës? Ndryshe nga eksponentët e Partisë Socialiste, që merren shumë me partitë e tjera, unë nuk merrem kurrë me partitë. Me një opinion si politikan do ta kesh. Jam punë të tyre të brendshme, ti zgjidhin vetë, ne dhe do shohim përballë që do kemi në garat. Por përfitoni nga kjo. Se nëse edhe një herë ju thash, le të themi përçarje brenda PS-së, po i bëri punët brenda vetes mirë, ecëm më mirë përpara, po i bëri punët keq brenda vetes vet, ecëm më keq. Kjo vlen dhe për PD-n. Për çdo forcë politike, ky është rregull i qartë. Dhe unë nuk merrem si organizohet Partia Socialiste brenda vetes vet, si zgjedh nuk merrem fare, nuk i kam hyrë kurrë asaj pjese. Çdo parti ka drejtën e vet të organizohet si të mendon. Ndryshe nga ajo çfarë tha zoti Ali Mehmeti që parë, nuk është i pavarur dhe ka deklaruar këtë që nuk është kandidat i pavarur, nuk del si i pavarur, del në siklën e Partisë Socialiste, del me parimet socialiste. Vazhdon me logjikën e kësaj partie. Sa për saktësi, unë ju referova, po citoj zotin Malaj, që e referoj si kandidat i pavarur. Po, dhe unë po ju citoja ju. Po ja them se nuk e thash, ke shumë drejt. Por prandaj ta saktova. Dhe doja thjesht ta saksoja për faktin që duke i shkuar lirisë, duke i shkuar demokracisë së brendshme dhe duke i shkuar faktit që çdo kush ka të drejtën për dalë dhe për thënë që unë mund të jem një kandidat i mundshëm,
Sepse praktikisht zoti Braça këtë po thot, unë jam një kandidat i cili mbas zgjedhjeve të 11 majit arrita të gjeneroja dhe të isha i dyti më i votuar në zgjedhjet e 11 majit dhe sot, duke qenë se gjatë gjithë kohës jam marrë me adresimin e problematikave të qytetarëve të Tiranës, kam filluar të futem në brendësinë e kësaj çështje dhe interesi im është interesi publik, atëherë brenda një partie e cila patjetër do vendosit disa kandidat për të dalë përfundimisht dhe definitivisht me një kandidat final, unë po jap një pretendim që dua dhe unë të kandidoj në këtë garë. Nuk ka asgjë për të parë jashtë kësaj optike, sepse nëse do ta shikonim ndryshe, mbasi do të bënim dëm të zotit Braça, sepse ai nuk po e thot këtë gjë. Për Erionin, të paktën si e shikojnë. Shikoj, Erioni është një element që ka dhënë shumë për Partinë Socialiste. Në ato pjesë të elektoratit ku ai ka pesh, mendoj që nuk ka qenë aq i duhur sa duhet, po ta pyesësh edhe vetë Erionin çfarë mendon për Erion Braçën, do filloj të nxjerrë 1001 defekte për veten, por që Tirana nuk është Divjaka. Tirana nuk është Fieri. Këtu ka krejt probleme të tjera. Tirana, ja u thash, do një menaxher të jashtëzakonshëm për të zgjidhur një herë mirë problemet dhe duhet një pakt me forcën e vet politike, secila është ajo pjesë e programit të tij dhe ekipi i tij që do të qeverisë Tiranën. Dhe këtu e shikoj, nuk e di se sa do të jetë gati Erioni, edhe mund të nxjerrë që unë jam gati që të drejtoj Tiranën etj, por nuk besoj, nuk e shikoj Erionin si propozim të Ramës. Për më tepër që ka qenë edhe në krah të Ogertës. Zoti Braça është një nga socialistët më konsekvent, le të themi, është një gazetar i spikati vitit 90, opozitar e asaj kohe, u bë deputet më vonë, u bë disa kohë, shumë pak kohë zënës kryeminist. Ka natyrën e vet opozitare. Është një prej njerëzve të cilët në atë humbellën e të llovisë madhe të akuzave për korrupsion, nuk ka asnjë akuzë për korrupsion. Mendon që Rama është i dobësuar këto kohë sepse Partia Socialiste me Kongullin Ramës mbrojti diçka të pambrojtshme siç ishte imuniteti i zonës Balluku. Pra mori, edhe mendon që sepse zoti Braça nuk kërkoi të kandidojë në kohën kur shpall zonën Manasiliu do kohë më parë kandidate. Tani aty me së duket ka një konvulsion të brendshëm në Partinë Socialiste. Pra ka shumë njerëz që mendojnë që veprimi i Partisë Socialiste në mbrojtje Ballukut është problematika i pamëkshtuese, shumë problematika e mendon se mund të ketë mbështetje. Po, edhe mendoj që brenda Partisë Socialiste ka një vlim, ai po tenton me atë vektorin e tij të shohë deri ku mund shkojë me këtë lloj, sepse mendon dhe gjë tjetër. Ai dhe njerëz si ai që janë socialistë konsekuent, duket që nuk kanë të ardhme me këtë mënyrë si po vron PS, atë thotë po luftojmë, po bëjmë diçka. Rama do kërkojë një njeriu në vet që të drejtojë Tiranën sepse Erion Braça del nga rreshti atje. Avokat, është shumë e drejta që thoni ju. Unë mendoj që jo se ai e ka bekimin, po ai thotë po e tentoj të futem si alternativë. Unë nuk jam socialist, unë nuk do votoj herë për socialiste, me këtë mendi që kam sot. Por mendoj që ai është duke bërë diçka që ka sens politik dhe moral politik brenda asaj që ai përfaqëson dhe brenda Partisë Socialiste. Ju falenderoj të katërve që ishit në terminal. Faleminderit. Të dashur miq, një hapësirë shkurtër publicitare dhe në pjesën e tretë ne do diskutojmë për në fakt për një gjë shumë interesante. Për misionin e radhës që NASA do dërgojë në Hën, janë 4 astronautë të cilët do të udhtojnë drejt satelitit ton natyror dhe ky është një mision i cili është pikëkyçe për udhtimet e tjera që do të bëhen kryesisht drejt Marsit. Do diskutojmë që çfarë do të thotë kjo për shkencën në tërësi, por edhe për teknologjinë globale pas publicitetit. Ndahemi më mirë.